Imam Ahmedi në librin e tij Az-Zuhd përmend se në kohën e Sulejmanit alayhis salam, Sulejmani alayhis salam ishte I ulur pra me disa njerëz rreth tij, ndërkohë futet meleku I vdekjes. Dhe meleku I vdekjes shikon njërin prej personave që ishte në ndenjën e Sulejmanit alayhis salam, e shikon me një shikim pra të çuditshëm. E pasi largohet meleku I vdekjes, ky person I drejtohet Sulejmanit alayhis salam. Pra se meleku I vdekjes e pa me një shikim të çuditshëm. Dhe I kërkon Sulejmanit alayhis salam që ta largonte prej atij vendi. U friksua pra. Dhe Sulejmani alayhis salam, ashtu siç e dim, Allahu I lartësuar ja kishte mundësuar që të komandonte erën. E urdhëron erën që ta merrte këtë person dhe ta dërgonte në Indi. Kaluan pak ditë dhe vjen përsëri meleku I vdekjes. E Sulejmani alayhis salam e pyet, I thot: herën e kaluar e pe njërin prej personave pra që ishte këtu me xhlis në ndenjën ton, e pe me një shikim të habitshëm. Tha po, sepse isha I urdhëruar, tha, që atij personi t'ia merrja shpirtin në Indi. Dhe më bëri hapi kur e pash pranë me xhlisin tënd. Vllai I nderuar, motër e nderuar, Zoti I gjatësisë na thot në Kur'an: "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Thuaj, vdekja prej së cilës ju pra ikni ose aradiseni, ka për t'ju gjetë. Pra ke me ndru jetë, thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada. E më pas do të ktheheni tek ai që e di të padukshmen dhe të dukshmen. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ai do t'ju tregoj pra për ato që ju vepronit. Tashmë jemi në muajin e Ramazanit. Muaj I mirësive të mëdha. Mundohu vllai im dhe motra ime, këtë jetë që ta ka falë Zoti I gjatësisë, ti po jeton këto ditë begata, këto net begata. Mundohu t'i shfrytëzosh me punë të mira, me vepra të mira që ta afrojnë tek Allahu I lartësuar. Se vdekjes gjithë kemi me ndru jetë, çdo njëri prej nesh. Po përderisa po jetojmë, përderisa ti ke mundësi ta shfrytëzosh këtë jetë, shfrytëzoje me fituar botën e përjetshme, xhenetin e Allahut të lartësuar. Lut Zotin e gjatësisë që t'na mundësoj ta shfrytëzojmë këtë muaj, të shfrytëzojmë këto ditë, këto net begata, në mënyrë që të arrijmë faljen e Allahut të lartësuar. Zoti na falt të gjithëve. Amin.